Si e shikoni përmbylljen e kësaj situate që e kemi në... Do të thoja, ashtu si që përcaktuat edhe ju, një kampionat i çmendur që deri javën e fundit, vetëm një skuadër ka realizuar objektivin një javë përpara kampionatit. Teuta që shpëtoi sezonin, që ishte dhe ajo në vorbullën e përfshirjes për rendin nga kategoria, dhe pastaj gjitha të tjerat janë në lojë pavarësisht se Laçi duhet të jenë 3 kombinime që të shpëtojë sezonin, por është Laçi skuadra që me 90% besoj është e dalë nga superiore dhe kush do t'i bashkohet edhe një ndërmjet Bylisit dhe Skënderbeut për rënien direkte. Përsa i përket asaj që do të theksoja unë për këtë gjysmën e 2 të sezonit më tepër, do të thoja që ajo që bie në sy është paqëndrueshmëria e ekipeve. Po i marrin të gjithë ekipet, pra dhe unë besoj që ka një arsye ose një shpjegim kjo paqëndrueshmëri. Besoj organika jo e mjaftueshme për të plotësuar një kampionat shumë të ngjeshur. Pra jemi në prill dhe mbaron kampionati tani në prill. Pra është në krahasim me sezonet e tjera, mbaron një muaj përpara kampionatit dhe janë ngjeshur ndeshjet shumë për arsye të kampionatit të 17 vjeçarit që zhvillohet këtu dhe do të mbyllet përpara kampionatit. Dhe skuadrat tona nuk kanë pasur atë potencial ose kontingjentin e duhur për ta përballuar kampionatin dhe shumë skuadra janë kondicionuar shumë nga dëmtimet. Përfshini këtu edhe Gnatian, profesor? E përfshini atë, sepse në duke sikur ka 2 ekipe, edhe ata rezervë ka një lloj potenciali të jo të keq. Kur ankohet e Gnatia për këtë ngjeshje ose për këtë mungesë lojtarësh, që ka dhe 2 ekipe, imagjino për ekipet e tjera. Dhe rezultatet kanë treguar që edhe Gnatia ka pasur shumë oscilacione. Ka shumë ndeshje që për mua Gnatia është skuadra që prodhon futbollin më me logjik, më kombinativ dhe më të mirë, po që nuk po shkon dot tek fitoria. Barazimet janë pak. Po ashtu Dinamo ka shumë oscilacione. Pra Dinamo ishte një skuadër që ishte mirë në fillim të janarit dhe tani po bën një mungesa, profesor. Po te po thoj lidhur me mungesën. Ka një skuadër shumë të mirë.